Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Të respektuar vëllezër dhe motra besimtar, Allahu ju pranoft të gjitha ibadetet, të gjitha adhurimet që i bëni në këtë muaj. Inshallah, nëse ka kalu nata e Kadrit, kemi qenë prej atyne që e kemi përjetu me ibadet, nëse jemi sonte apo edhe në netët në vijim, Allahu na mundsoft që të jem në respektim të ti dhe të gjindemi në listën e robërve të tij të falur në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Allahu në Kur'an thot: "Wa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun." Ju kemi zbrit ju një libër ku përmendeni ju. A jeni të vëmendshëm, a jeni duke logjiku për këtë? Allahu po i thot sahabëve e jo vetëm. Në kohën e zbritjes është sahabëve, por derisa Kur'ani e merr epitetin e mbylljes së librave, e mbylljes së shpalljes, derisa i ka zbrit pejgamberit që është vula e pejgamberisë, atëherë ky libër me validitetin e tij deri në ditën e gjykimit i bie se na thot edhe neve këtu, edhe neve në këtë shekull, në këtë tokë na thot ja u kemi zbrit një libër që ju përmendeni aty. Aty ku ne përmendemi është interesante sepse nuk janë pyetje emrat e përveçshëm, por janë pyetje ngjarjet dhe ndodhit që kalojnë. Të respektuar vëllezër, nëse e marrim dhe e shohim Kur'anin prej fillimit deri në fund me 30 gjuza sa i ka, me 114 sure sa i ka, prej ty në disa të shkurtra, e disa mesatare, e disa të gjata, përmendet historia e popujve të mëhershëm ku ju, thot Allahu xhalla xhelaluhu, do të mund ta gjeni veten e juaj aty brenda. Derisa Allahu thot që nuk kemi lënë gjë pa përmend që është e nevojshme për juve në këtë libër, është më rëndësi që ne të marrim mësim. Është interesante të nderuar vëllezër. Po bëj një analogji të shpejtë. Ajetet e agjerimit dhe të Ramazanit, të gjitha janë të përmendura në një radhitje. I kemi në një vend në Kur'an. Të gjitha ajetet janë në surën Bakara, njëna mas tjetrës. Pyetja është, e sa herë në vit duhet me agjeru Ramazanin? Një herë e agjerojmë Ramazanin, një herë e kemi obligim, sepse një herë në vit kalon, edhe vetëm me një vend janë të përmendume ajetet e agjerimit. Ndërkaq, nëse e merr zekatin, nëse e merr namazin, janë të përmendur në shumë vende në Kur'an, të shpërndame në shumë sure, sepse nuk bën dikush me i lexu kushtimisht me thonë 20 apo 30 faqe të Kur'anit e mos me u përmend dikun namaz, se është për ditë. Nuk ka të bëjë me një sezon, me një moment. Kësaj edhe ngjarjet që përmenden në Kur'an, ngjarjet dhe popujt, për shembull, kemi
një pejgamber që nuk numërohet ndër pejgambert e dallum të mëdhej, por ngjarja e tij vlerësohet si ngjarja më e bukur e rrëfyme në Kur'an, ngjarja e Jusufit a.s. Në një sure të vetme, dhe Jusufi a.s. thuaj se më nuk përmendet. Kur thëmë thuaj se më nuk përmendet, me ngjarje më nuk përmendet hiç kërkun. Përmendet si emër, por i tër Jusufi a.s. pra me ngjarjet e tij, me babën e tij, me vëllezërit e tij, me pozitën e tij, me sprovat e tij, pra edhe me të arriturat e tij, mençurinë e tij, përmendet në një sure. Pra, për Jusufin a.s. si model të jetës, mjafton kushtimisht me thonë ndonjëherë të lexoj, jo për ditë. Ndërkaq, prej pejgamberve dhe popujve që më shumë të zëvend në Kur'an, është Musaja a.s. Musaja a.s. përmendet në Kur'an me i tubu të gjitha ajetet na del mbi një gjuz, ose mes një e dy gjuzave. Përmendet shumë dhe përmendet në për sure të ndryshme. Sikur dënë me na thonë Allahu xhela xhelalu, sikur për namazin që duhet me lexu në për sure të ndryshme, sepse e keni për ditë, edhe këtë ngjarje në Musait a.s. nuk është mirë me harru, pra ju e kompletoni rrëfimin e tij, narracionin e tij, duke i tubu të gjitha ajetet, por ai përmendet më shumëti në Kur'an. I dyti që përmendet në Kur'an më së shumëti prej pejgamberëve është Ibrahimi a.s. Ajetet që flasin për Ibrahimin a.s. e mrin dikun një gjuz të Kur'anit. Krejt janë 30 gjuza, e Kur'ani në fakt është edhe libër shkencor, Kur'ani është libër juridik, Kur'ani është libër i moralit, i ahlakut, e Kur'ani mbi gjitha është libër i adhurimit, i ibadetit, ka gati 1000 ajete në Kur'an, prej 6636 ajete, 26 ajete, 6666 ajete, dhe më dhëmë përmenden numrat të ndryshëm, po këtë 6236 është mirë, do më dhënë shifra masak, janë lutje që Allahu në mëson që është mu lutë. Edhe ka shumë mu përmend një pejgamber prej pejgamberve, kjo me të vërtet është interesant se ta është del apo thu vetëm libër i historisë. Jo, nuk është vetëm libër i historisë. Kur'ani është libër pra me këtë këto që i përmendëm, por Allahu jo rastisht i përmend të gjitha ato. I përmend që ne të kemi mësimet më të duhuna, më të dashuna, më të nevojshme për të tashmen tonë dhe për të ardhmen tonë. Jo thjesht për kuptu vetëm të kalumën tonë. Në një intervist, një opinionist këtu prej Maqedonisë pa të thonë një herë, boll tha krytëm magistratura, doktoratura, hajde të ashtë të mësojmë pak. Ironizoj pak me diplomat. Boll tha kemi kry shkolla, është momenti të ashtë edhe me ditë ka pak. Po mi jipet pak me marë këtë fjali model, me thonë, jemi ka fundi Ramazanit, boll jemi falë, s'po thëmë që u bo tepër, boll jemi falë, boll po lexojmë Kur'an e po dëgjojmë, po ma lejoni edhe mu pak atë trimnin e ati opinionistit, thëmë, hajde edhe na pak të besojmë tash. Hajde të besojmë pak, se me lexu mirë është puna, rregull është puna, po hajde pak të besojmë. Pse hajde të besojmë? Allahu në një ajet që po du me përmend pak më gjënsisht, thët, emmen ju gjibu l'muttarra idha daa. A mund të bëni krahasime se ju në esencë, si njerëz, keni nevoj me gjetë Zotin e vërtet, Zotin e fuqishëm, Zotin që të mbron,
Zoti që të furnizon, Zoti që jo vetëm të ka kriju, por nuk të harron, Zoti që kur të smuhesh të shëron, Zoti që ti i drejtohesh në çdo gjendje, në çdo moment, ti je në kërkim të kësaj dhe ke nevojë që ta gjesh këtë Zot. Natyrshëm që na nuk e kem dyshim që ky është Allahu. Teorikisht nuk e kem këtë dilemë. Por praktikisht ndonjëherë mund t'i drejtohemi gabimisht. Gabimisht mund t'i drejtohemi mjeku si Zot. Gabimisht mund t'i drejtohemi familjarit si Zot, kërkojmë ndihmë prej tij. Gabimisht kërkojmë i vogli prej të madhit dhe i madhi prej të voglit ndihmë ndonjëherë. Ne me dashje ose pa dashje kërkojmë prej udhëheqësit ndihmë, i japim atributet Zotit. Ne furnizimin ndonjëherë e lypëm pikrisht të punët e tona, të aktivitetet e tona. Ne e mendojmë që ndonjëherë bereqeti bëhet për shkak se na kemi mjell mirë, se na kemi punu mirë arën tonë, fushën tonë, dhe bëjmë gabimet tilla. E Allahu xhalla xhelaluhu i ka atributet që janë tepër të veçanta, e njëra prej tyre thot mirë. Njerëzit që ju muni krejt qëta që ju përmenda, ndash ke baba, nona, fëmija, ndash ke kojshia, ndash ke shefin pun, ndash cili do prej që tyre kur e sheh dobësinë tonde, çka ta mërmendja kur e sheh dobësinë? Më i miri prej tyre është i fundit që hek dorë prej teje. Më i dashuri prej tyre, më i mëshirshmi prej tyre është i fundit që hek dorë, ama krejt hekin dorë. Krejt kanë me hek dorë. Sepse të dorëzohen, sepse e njerëz. Më konë ti shumë në smundje, shumë në derç. Ata që të këshyrin mas shumë ti, nuk e thonë, nuk e shqiptojnë. Mas shumë ti ata kanë qef me vdekti. Bile, në i herë ka pak edhe i ndresin fjalit, thënë, jo për neve, për neve halal i kohë, po aj po vunë. Aj ka dhimbje, qashtu, e vërtet është. Dhe në po të dhime ty që aj ka dhimbje, e ma mirë të ne, sa kurbani prehet, sa hatmja knohet, me shku të hoxha me lypë që këj smuti të mërë në njënën udhë. Është interesant, kërkohet prej hoxhës me botin i lutje, që kë në drejtohet dika. Edhe fjalia është shtu. Të paktën mi thonë, hoxho, kënoj që në të shërohet. E tani me mirë kuptim, nëse nuk shërohet, nëse vdes, jo me shku me akuzu hoxhën me thonë, prape këtu hatmen. Jo, po, amo jo dhe bashkë me që ka që transparencë me ardhë me thonë, hoxho, këno, se dika në t'ja majnë kë. Mjekësia sun për bon kur gjo, na sun për shërojmë, me pa që ashtu sun për shohëm, atëherë ma mirë në të kurtalisët, ka njëna udhë. Me fjalë tjera, krejtna për njëni tjetrin këritmi, sepse jemi të dobët. Allahu po thëtë, në një krasim, tash po na bën thëtë, a që si ju i dëni për Zota, apo atë që i përgjigjet njerëjut kur është ngushtë. Ammen yujibu al-mudtarra idha da'a. Ai që i përgjigjet ati që i është bo pa drejtësi, i është ngushtu jeta shumë dhe ai i është drejtu Allahut me lutje. E Allahu lutjet e ti gjithsesi i pranon. Që i bije se shumica e njerëzve e kanë sistemin kushtimisht me thonë të bokserit kur është në ring. Nëse unë kam rivalitet me ty në biznes dhe e shoh që e keni frymarrje dikun të biznesit tënë, nuk ka të ecë puna mirë, unë nuk vi me të ngjit dorën, po thëmë me mujtë edhe 1-2-3 kamiona mjanë në kuve. Sepse këta kam oponent, këta kam konkurent të vazhdueshëm, me mujtë me qitë në dy guj, tane, unë jam shumë i mirësjellë, shumë mja që fitrat këti. Për fitra më të mirë se unë nuk gjonë kërkan. Vetë që të në tokë njëherë, të në jemi solidarë. Ma shumë se në vendin tonë dhe në popullin tonë, walillah ilhamd, që janë të ndërtu shpia të humanitetit, shpia vendbanime, mos lasun për aspektin human të ushqimit, nuk ka. Me bo vaki një ditë që kë fukaraja
që ja kemi marru në shpijen, mas 4-5 vjetë, me bova kiky me pas në i BMW për para, është e padurushme për neve. Në vend se mu gëzu, me thonë, që na dul dorësh kë, na me njëherë flasëm për çallumin e ti, deri dje kë, e sot këshe. Me fjalë tjera, na jem këta. E na e kemi sistemin e bokserit, kushtimisht që bokseri kur shetë që ti ke ranë në tokë, shka ka qef me bo? Me mujtë edhe 7-8 herë me ardhë që aty për toke, që me kry punën, më konë shumë i sigurt. Njeri është i këtil. Allahu Gjelle Gjelaluhu kur qëtë ty për toke, thët, dhe ti i drejtohesh ati, ajtë të përgjigjet. O a je këshifu su, dhe jo vetëm që të përgjigjet kur ti e ngusht, dhe ti i lutesh ati, por edhe ta shfaq të keqen, edhe ta demaskon atë që bohët rrëtheje dhe për rrëtheje, në të kundër teje. Dhe jo vetëm kaq. U e gjalekum khulafa al-ard. Është në gjendje prej pozitës së të poshtumve me ju nxjerr në pozitën e udhëheqësve. Allahu edhe këtë e bën. E ti ndëruar Allah që thash hajde pak të besojmë. Sa teorit mira do të duken këto që i thashun me thonë në regull. Amo sinqerisht. I prekun shumë, i indinjum prej kësaj që imami i ndërum i lezaj ajetet për surës Taha, prekse shumë. Aktuale shumë. Ku përmendet një epokë shumë interesante, ku Allahu Gjelle Gjelaluhu për atë epokë interesante i drejtohet në vetën e dytë krijesës më të dashun ti, njeriut më të famshëm të njerëzimit, duke i thënë Taha, ma anzalna alejke l-Qur'ana li tashqa. Na, o Muhammed, që është qujt me një emër në këtë rast interesant, nuk ta kemi zbrit Kur'anin për me të mundu ty, për kundrazi, illa tadhkiratan liman yakhsha. Për kundrazi. Kjo është përkujtim, kjo është vëmendje për ata që janë në gjendje me kuptu të vërtetën dhe realitetin. Allahu Gjelle Gjelaluhu aty e përmend ngjarjen e Musait a.s. fillim dhe mbarim. Me shku një njeri jabanxhi, muhaxher, me kritikat të shumta, populli i tij, familja e tij e në përkombën shumë në atë vend ku kanë jetu, të shkum, e të mos pas absolutisht drejtat barabarta me qytetarët të atij vendi. I shpëtum ky djali i ri në mesin e krejt shokëve, gjeneratës ti që janë të vdekun, të mbytun detyrimisht nga nanat e tyne, sepse urdhën ka dhënë mbreti, urdhën ka dhënë udhëheci që çdo mashkull që lind prej familjeve tuaja ju duhet vetë me myt. Një gru sun boni ballë tha pe gjuj, pe lon ujë. Në fakt, kishte mësema ja ka pak. Edhe ai u rrit në pallatin e këtij udhëhecit. E ma vonë do t'i vjen rendi mi thonë shko ti thuj ati hajde të besimi jam. Normal që se ka pas letë edhe ai. Normal që është friksu. Normal që e ka ditë pozitën e vetë, po Allahu i thotë ti duhet me shku. Foli fjalë të mira, të buta, zdihet, nështë edhe kthehet. Zdihet, Allahu po thotë zdihet, nështë edhe kthehet. Allahu den mirë, po ju në sistemin e ju i njerëzor, ju bëni mirë se bebet. Foli njerëzve butë. Jep një argumentin që ai me marë mësimin, e tane udhëzimi është në dorën Allah. Si do që tjetë, Musaj a.s. largohet prej ati vendbanimi si i ikun, si i dëbum, si i largum, ai dhe populli ti, ballafaqohet me armikun mbrapa dhe detin para, Allahu detin Musajt a.s. ja bën shpëtim. Armiku, që nuk është një armik i Musajt, është një armik i Allahu Gjelle Gjelaluhu, ai armik shumë i fuqishëm, shumë i organizum dhe shumë i përkrahun detyrimisht prej popullit ti për me i thonë dhe mos me aprish kërkush deri në pretendimin që unë jam Zoti ju i maj madhe.
e provon edhe ai çat detin e shpëtimit. Tani në fund përfundon edhe ai i lutet Zotit Musaj çashtu që ka lut Musaj, po pak vonë. Allahu xhalla xhelaluhu erxoi krejt këtë dinasti, e shpëtoi Musajin alayhis salam. Unë kur thash hajde të besojmë pak, sinqerisht, po vetes po i tham, a besojmë që ngjarja ajo? A besojmë sinqerisht që Allahu një Musa të dopt e ka çu përpjet, e ka lënë përmendjen e tij si njeri i famshëm, një dinasti kaq të fuqishme, vetëm piramidat e tyre me i pas sot janë prej mrekullive të botës, ajo dinasti komplet më ra një herë për gjithmonë. E ti hala ke dilemë për kush është më i forti? A jetu besu halaja? Është interesante, prej vendit ka vjen ky hoxha, është ai mbreti. Që të në gjami mi halakati gjojmë një 20 musaja. Një 20 musaha që kanë emrat në gjami. Se kemi asfar as fes. Me vetë këta në Egjipt, bile këta nacistat, po e thëmë, komtartë, e Egjiptit, pëse s'jalojnë dikuj emrin Faraon? Pëse s'krenohen me ta i tynë është? Gjithat piramid që e ka bo, gjithat të piramide, se ka shku keq për kësaj bote. Përmbysja ti, largimi ti, fuqia është shumë e madhe. Pra, sot është interesante dhe vizitohen ato piramida, qysh jenë ndërtu dhe qysh kanë jetu ata, ato në fakt vareza tyne. Ama, mu krenu dikush me ta nuk ka ftyrë, sepse ka përëndu keq ajo dinasti. Njëjtë është edhe me Nemrudin, njëjtë është me Ibrahimin. Ibrahimi a.s. po përmendet në Kur'an, po thuhet se një djalë i vogël, një djalë i ri, është ai që po i prek dhe po i cënon zotat që ndërtohen prej gurit. Dhe në fakt nuk e kish lehtë se ish baba i tij involvuar në të njëjtin problem. Ai e boni thirrjen dhe u ballafaqu me të gjithë. Thirrjet e tij ishin shumë të logjikshme, ata nuk kishin përgjigje. Ata e panë që për me argumente me dalë me këta nuk mujmë. Debatet televizive së mbojmë, ai po thot, kur gjo, unë s'muj me adhuru dikon që përëndon, unë s'muj me adhuru dikon që nuk është në gjendje me të kallëzu kush i ka thy bitë e ti, shokët e ti. S'muj me adhuru. Edhe ata tani po habitin, thonë, po një me edhe na qysh me adhuru. Kështu, me hinë debat zbanë mas mire e krymë, për me rujt fenë dhe traditën tonë shekullore, na mas miri është, hajde, pe e nëzjerëm dhe pe qesëm në zjarë. Bile aty nuk do të demonstran as familja ti. Aty s'ka luft mes fisit. Pra nënë dhe baba i vetë edhe u bo në zjarën pe qesëm. Dhe në zjarën e qetën e një zjarë të madhë për cëllus që s'ka shansë prej ti me dali gjallë. Ibrahimi shpëtoj. Unë po të veti për një me. A e beson as e beson? Pash Allahun. A e beson, a nuk e beson? Unë e di që edhe unë edhe ti thojmë e besoj, amo me sinceritet të grym ka pak pluhën se kemi ka pak dilema në këtë besim, se me besu vërtet ndryshë është ngjarja. E kjo Ibrahimi jo që do t'i shpëton zjarët, jo, kjo do të bohet baba i dy pejgamberve, kjo do të bohet gjyshi i gjithë pejgamberve, emni i ti bohet shumë i madhë, sa që na, kur zdim mo qysh mu lut për pejgamberin ton, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe njerë po thëmë krijesa më e dashur e Allahut, njeri më i respektuar i Allahut, i ardhën mëshirë për krejt brezat, jo të njerëzve, për krejt gjinit, për krejta krijesat, për krejt botët, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Por na kur thojmë o Zot ruje, ngrit e famën e tij, s'dim qysh me thonë o Zot çashtu si me Ibrahimin që ja ke bo, dhe familjen e tij. Pra kur bim salavat, që kjo është Ibrahimi, për mu dhe për ty sot dhe për këtë botë njerëzore, Ibrahimi është i madhë shumë. A Ibrahim, a Abraham, emra sa dush, Nemruda, nuk ka, pse s'krenohen me ta njerëzimi. Unë edhe ti sot, jemi pjesë e umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i vdekun s'di sa herë. I ka vdek baba, kush do të rritë, i vdes nana, kush do të kujdeset për ta, i vdes gjyshi i madhë, me autoritet shumë, me gjithat 8 vjetë që gjyës e lenë. Vdesin dhe zdi sa herë vdes edhe aji, por në fakt asë njëherë nuk vdeq.
Allahu Gjelle Gjelaluhu tha, wa rafa'na leke dhikrak, na ty nalt kemi me ta shu emrin, mos e ki gajleti. Ti po mendon që pak u vonu shpallja e Allahu ka hek dorë prej teje, përkundrazi, na ta kemi qelë ty gjyksin, na ta kemi qelë ty zemrën, që ti me pranu të vërtetën dhe ti es përpara mos u tut. E në këto argumente kaq të mëdha dhe kaq të shumta, Allahu Gjelle Gjelaluhu po na thot neve tash thot, e ilahun me Allah, a keni helbet në zot tjetër ju përpas Allahut? Helbet, mos keni zbulu, kallzani. Nëse jo, e felat edhe kërun, asini tu i kujtu krejt qëto argumenta, nëse më thoni po jemi tu i kujtu hoqë, po është Zotin të sot më bënë fjallë për geopolitika. Tja po dënë emrat me emrat, do më thonë Kurani mu pas mush njënin mas tjetit ta? Jo bre, s'ka, ti je i përmendëm Kur'an. Edhe këta tjerë janë të përmendëm Kur'an, krejt janë të përmendëm. Ngjarjet, epilogun e dim sakt si për njënin si për tjetrin. Veç apo do të me ditë, a je Musai, a je Faraoni, cili je? Zgjidhe, çto e kiti para vetes. Jo po filani pak i çmendum, ai filani pak i trent, ai filani kish kësi arme, ai kit rregull këtë pidim. Allahu s'ka ndryshu. Allahu është një i vetmi, ai që ka qenë me gjithë. Ti pse me pas këtë drogë këtë tut? Për 20 cent që të ka hyp nafta, ti me mendu tash me thonë, shka bot marrë nesër, shkojmë buka. Zbanë kësi frike, aq ma tepër në Ramazan, aq ma tepër kur jetë të u falë. Edhe mu falë, edhe mos me besu s'na ka hije. Edhe mu falë, edhe mos me besu, e di që t'inglën fjali, kleshe, jo shumë e dëshirushme, por praktika në e thot këtë. Edhe mu falë, edhe me besu shumë. Allahu Gjelle Gjelaluhu krejt që ta që i përmenda se s'kemi kohë edhe me mungu argumentet, amo në Kurani kemi gjitha. Njoni mas tjetrit, krejt ta kur janë drejtu Allahu Gjelle Gjelaluhu. Edhe Yunusi a.s. një pejgamber që u mbulu me shumë ersina, duaja ati, lutja ati e sinqert, e shpëtoj. La ilahe illa ante subhaneke inni kuntu min adh-dhalimin. O Zot, ti prap mbetesh Zot i adhurum. Ti je i patmeta, unë jam prej aty që kam bërë zullum vetes. Allahu Gjelle Gjelaluhu në terrin e ujit, në terrin e balenës, në lukthin që natyra e tij është me tret atë që ka mrenda, Yunusi a.s. shpëton, ti edhe kësaj i beson. Krejt këta shpëtun. E shpëtoj të nej. Baba i dytë i njerëzimit, kur ndërtoj një anije dhe kur krejt toka thuhet, krejt globi i jonë, është mbush me ujë. E disa thonë jo, vetëm njerëz aty ku kanë qenë duke jetu në kohën e Nuhit a.s. është mbush me ujë. Mirë po ai tha, masi e marrëj me projektim dhe me inxhinierim nga lartë, nga Allahu Gjelle Gjelaluhu një anije, që të tjerë të sheshin për të çmendun se si mund të lundroj anija mbi ujë, si mund të bardh pesha të ronda ajo, si mund të mbushet toka me ujë, ai në fund fare tha, irkebu fiha bismillahi, në emër të Allahut hypni këtu dhe. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Me emër të Allahut kjo nije qarkullon, kjo ecë, kjo është shpëtim. E provun të tjerët në fillimin e shekullit 20, një anije po ashtu të madhe, vetëm dallimi kënë se tha, na pa bismillah kemi. Na kemi synim me bo një anije që edhe Zotin së në shkatron. Unë mos me pas argumente prej Kur'anit, mjaftojnë që to o zotni. Titaniku të kallëzën pak ma mirë, hoxha nështë as po dim me folë mirë. Dhe besimi i Faraonit në deti të kallëzën mirë. Ku pedin ti hoxha shka ka folë e nuj, ja se diva, si unë konë, se ni. Unë e di se Allahu i tha ka dalë veç pak, se këto fjallë normal, është normal, e vesin hoxhën e kapën për gu, e thonë ku e din ti, kusht kallëzoj ty që ai ka besu në momentet e fundit, jo, Allahu tha, na ty do të arrujmë trupin, na ty do të bojmë model për gjenerata tjera.
trupi i tij i rujtun, skeleti i tij në formë të sejdës. Në formë të sejdës, gjuha e trupit a flet o doktor Rulës. Flet shumë. E a thu shka u konë të bua i kur u konë që ashtu i gërbaft? Shka jeti të bua tash kur po falish? Tja po të lyp tash lafet minimit me ti pas incizu me kamera. Jo, s'ka nevoj. Ane mo dhe jo ba kikin i ndrejsh kocat, po dhe se në meke ke trupi ti. Ku është trupi faraonit? Trupi faraonit që është i rujtur në deset, ku o? Al Meke, al Medine, në Londër. Me t'i rujt argumentet këta Titanikut, këtë të Londrës edhe ti, halasat me thonë, hoxha është e vërtet, unë për me po të veti. Mos ke gjetë një zot tjetër për pas Allahut. Nëse jo, atëre jona është veç që të namaz me bo për një me. Kur bim sejde me bo, jo vetëm ibadetin e nështrimit, po edhe me thonë o zot, na ty kur dorëzohemi, na një mes kemi shumë armë, po na ty të kemi për para vetës. O sallallahu ala nebina Muhammed, alhamdulillahi rabbil alamin.